Fillojmë ndeshja Bardazi. Fillojmë ndeshja Bardazi se ngatruam çik që parë, kërkojmë falje se ngatruam penaltit. Penaltit do jenë tani. Dhe me të drejtë Ornella u soll shumë mirë se zakonisht në këtë raste bëhet për të gjuajtur penaltit, po direkt brenda në port, pa pik 11 metrash. Do flasim për qerat e shpive, ato që quhen ndryshe qirat. Ku ka shku qerat në Tiranë tani? Ne në premtuat të gjithë ju mjeshtrat e real estate-it. Po, që nuk do rriten kaq shumë. Na premtuat që nuk do rritet çmimi. Ti e ke thënë në këtë studio Biles? Po, ti e ke thënë. Unë kam thënë që do rriten 45-60 çmimet e vlerave të transaksioneve. Nuk do ndryshoj shumë Tirana, ke thënë qendra. Periferit. Po, periferit dhe qendra do ketë lëvizje, po. Mund ta bësh ripit emisionin i ka me fakte që do rriten. Arbelida Shtiza, mund ta bësh vetë prezantimin si duash që të mos e bëjon dhe të më thuash pastaj pse se bëre mirë? Thuaj vetë. Quhem Arbelida Shtiza, qytetare e Tiranës, e lindur e rritur. Vina qyteti Pogradecit, po. Jo, e Tiranës jam. Dhe kam 30 vite në tregun e pasurisë paligjshme. Sa? 30 vite. Ikëm ne. Unë po ikam. Mikesha jonë e dashur. Prit, një sekondë, ta prezantoj unë. Floresha Skëndo Sulolari, se ma ka quar me këshu o vlla. Po, patjetër. Me mirë. Eksperte edhe... Sa vite tu bën në tregun e real estate? Që në 2003 shumë intensivisht. Wow! Dhe spiritualisti, frymëzuesi Erion Kristos, e Glen Bici. Me energjinë e ti pozitive që të mëngjes. Është njësh dhe më ka thënë që do më ftosh vetëm kur të flitet për biznesin, për real estate-in edhe për motivim. Edhe kam do të ftoj vetëm për këto që do ti. Shumë e vërtet. Dhe ai që bie letrës, lapsit dhe matematikës edhe... Nuk e di, në qeverin time teknike, ai do jetë ministër politikan. Pa teknik fare, të bëj si të doj ai. Eduard Gjokuta, një ekspert i njohur, i shkëlqyer, i mrekullueshëm, të cilin duhet ta marrin konsiderat gjitha partitë politike nëse kanë mend. Nëse s'kan mend, tani, rekord i ri i rritjeve të çmimeve të banesave në Tiranë. Te qerat jemi. Te qerat, pra. Po, 8.5% vetëm për dhjetorin. Rekordi i ri, por harrojmë disa elementë shumë të rëndësishëm. Se ne marrim vetëm rritjen e qerave, themi, nuk ta shohim emocionalisht. Kjo është ta shohësh emocionalisht. Ne po shohim një treg që rritet në të gjitha aspektet dhe sigurisht që duke u rritur të tërë aspektet rritet edhe qeraja. Do ndikoj. Po lekët? Lekët. Po rriten që lekët janë rritur më burr. Lekët rriten më ngadalë. Derisa kërkesa është më madhe se oferta, do të që është parja në mes. Tani një sekond, jo e Glen, dëgjova dje një person që kishte marrë kështu Airbnb. Tha, ç'na bëri ai Lali, se nuk është krim politik, që hyri brenda, se s'ka aktivitete Tirana, nuk po vin shumë të huaj, nuk po funksionon Airbnb-a. Lali pas ka bllokuar Tiranën. Çfarë fundi? Nuk është vërtet as pak. Jo, Airbnb kemi një faktor tjetër nëse më lejoni. Atëherë, duke qenë se në Shqipëri kemi një standard të ri të bërit të çdo gjëje duke kopjuar, pa bërë asnjë llogaritje, asnjë bilanc, asnjë studim tregu. Fare, ne e bën njëri këtë gotën, kjo gota funksionon dhe pse mos ta bëj dhe unë e bëjnë të gjithë. Dhe dalin jashtë tregu duke kriju një disbalancë shumë të fortë ofertë kërkesë. Pra ka shumë Airbnb po thua. Airbnb u bën më tepër dhe u mbi investuan. Ti nuk mund të presësh nga kjo gotë gjenerosh ypsilontar. Po sigurisht se ka fajin Lali. Në këtë rast ata lalat që kanë bërë vendimet, kanë marrë vendimet e gabuara. Se do kundërshtoja apo se morë vesh. Jo, më kundërshton ju. Po cilat qera po rriten? Po jo janë rritur qerat nëpër Tiranë, domethënë mos flasim ke zona e... Jo në gjithë zonat e Tiranës, besoj se unë nuk jam ekspert i paluajtshme, po. Ka një qasje, ka një qasje që do ta kapim nga thelbi. Sa më tepër të rriten çmimet e apartamenteve, natyrisht që do rriten edhe çmimet e qirave, për arsye se jo, ka një gjë. Duhet të flasim disa këndvështrime. Si investitor, ai që investon do ta marrë fitimin mbrapsht. Pra ka një raport. Vlera e qera, po të dalin të qera, do ta themi si e bën llogaritë, se nuk është se s'bëjnë llogaritë të gjithë. Po si bëj reklamë Slimshyrit u tani. Jo Slimshyrit. Problemi këtu është që çmimet e apartamenteve janë rritur siç i kemi diskutuar shumë dhe do vazhdojnë të rriten. Çmimet e qirave apo vlerat e qirave janë rritur, po jo njësoj sa ato. Nga ana tjetër, vlera e të ardhurave të qytetarëve, paga mesatare, apo të ardhët e tjera... Po të njëta të shpije, Glen, të lutem. Jo, pra nuk janë Nuk janë rritur më nga dalë. Nuk ka të njëtë rritje simetrike. Në industrin ton, pagat janë rritur shumë, pra nga para 3 viteve, deri tani në fushën e ndërtimtarisë, zhvillimeve tjerë, pagat janë minimalisht shumëzim për 2.
Minimalisht shumëzim për 2. Sepse nuk ka njerëz. Qa lidhje ka kjo me çmimin e qeras tani? Pse s'po përgjigjeni? Pse u rrit çmimi i qeras, por zotëri më shpjego pak se shumë e thjeshtë për të kuptuar pse. Ka matematikë financiare. Pra duhet që ai investitori që vlen apartamenti kur e jep me qira, që për Airbnb apo me qira. Ato e ka përgjagjë më lutem tani, çfarë po thua ti? E kanë restauruar, e kanë rregulluar, e kanë riparuar. Po mos i ngatroj gjithë. Ai që e jep atë me qira do shkojë në apartament bukur. Të hym te mungesa e strukturimit. Pra, ne nuk duhet të merrem më urrit apo jo çmimi i qeras, po cilat qera janë rritur. Nëse ai portofol prona të reja, objektet e sapo përfunduara, të mobiluara në mënyrë cilësore, me hapësira parkimi, me një cilësi të lartë jetese, ja do ta them pra po më lirë se 1800 euro me qera. Ma gjej. Atëre, zonat që para që do ketë ofertë kërkesë në një raport të tillë do vazhdojnë të rriten. Në momentin që ti refuzon të marrësh një produkt që nuk është në cilësinë e duhur, pra unë personalisht nuk do jetoja te Myslimshire në një pallat të vjetër me një qera 1800 euro apo 2000 euro. Po do Nuk janë të vërteta, janë të sporadike. 1800 euro është i pallat yll, super i bukur, hati fundit, me verand, i super reguluar e tjerë. Myslimshire, apartament normal, 2+1 është e gjenë me 800-900 euro. Atere, Rioni dhe Onila, mu të bëjë specifikim të shumë pak fjali. Në Durrës. Me një analizë shumë të thjeshtë për të kuptuar, sepse ne jemi një kompani real estate që ndeshemi për ditë me qiradhënie, me transaksione shëndetare, me gjitha, me klientë të ndryshëm, si me kërkesa, si me oferta. Tani, tregu i Tiranës ka disa zonat të caktuara, ka qendrore, elitare, ka periferi, ka dhe unazën e vogël dhe unazën e madhe. Dhe çmimet e apartamenteve 1+1, 2+1 për emigracionin e brendshëm që vinë dhe fokusohen që duan të jetojnë në Tiranë, janë të standardeve të ndryshme. Gjë që do të thotë, një njeri që ka një buxhet të madh parash, do një zonë elitare, për shembull ke stadiumi Arena, do ke ish bloku. Po e dim. Po, aty po i ke 1+1 1700 euro. Po ama je në rezidencë... Nuk ka standartizim pra ta fa shumë mirë, nuk ka standartizim. Ja ta po të them, kemi Myslimshire, nuk është e vërtet kjo e çmimi, po ja me Glendi që thotë mund gjesh dhe 750 dhe 650 euro në muaj pallatin e vjetër 2+1. Ke dhe 550.000 lekë të vjetra ose 500 euro, ke rruga 5 Maj, ke në Fresk 450. Ka vetëm 2 vjet që kemi la duart me to çmimet e qerave 300.000 lekë. Po ka se këto janë që paga ka shku mesatare 500.000 lekë. Kemi se ti japim një bujë të madhe, Rioni. Po themi shifra të ndryshme, po krem ka kompani de facto që në kompaninë time ekziston kjo mundësie. Më ka shku qerasi me qenë qendrëtronë. Cila është pyetja që do përgjigje? Si janë rritur qerat? Se u rritur ka shumë. Atëherë, përgjigjja pse janë rritur qerat në këto zona qendrore është ngatarimi i tregut që e tha dhe më parë kolega ime për Airbnb-t, sepse Airbnb janë hap dhe ke bulevardi dhe ke Unaza dhe Nysberish dhe në Kashar. Po nuk është njësoj si ai që ka në qendër të Tiranës. Po thuaj e troç moj Armelinda se i marrin ato shtëpi përdorin to kutizane. Jo, më fal. A kontrata, jo, Onela të lutem. Kontrata afatgjata, qiraje të apartamenteve. Është e vërtet? Jo. Jo pra, po s'është pra. Se kapet një rast dhe i qekan të gjitha. Atëherë, ai një rast, ato raste janë reale. Po fal, na përfundoj si analizë. Më para 2 vjetë. Kjo është të përgjosh qipe. Onela. Se ti di, nuk i tregon. Onela, kjo është përgjigja Tani shikot, të tasim seriosisht. Afatgjata, qiradhënie nga qiradhënësi. Ore këtu po bëhet, jo qiradhënie, po dhënje me qira, domethënë e kupton. Informoni publiku se nuk janë këto çmime me 1. Po çiftet e reja, gjën do të paguajnë dot një shtëpi kaq të madhe. Atëre të marrin gjatë në Tiranës më burr. Kush të prostituojnë thua ti? Patjetër, po jo, dhe një rrogë mesatare, do marrja 1.5, 1.2. Kush merr 1.5 më? Po 2 burrë ose çift i ri që vjen. Dhe nuk flasi për studentët, dhe nuk flasi për studentët që mbahet në kurizin e Po prindërve. studentët o vlla. Ne, ku e Vjen ai studentët. na Vlora, nga Fieri, nga Lushja. Ata nuk marrin në për këto zona, ne kemi të diskutuar përpara një. Absolutisht. Të themi ca llogari. Vlera e qirave të shtëpive mesatarisht z 40 deri 60% të pagës mujore, themi. Në dallim nga vendet e bese, do të bëjmë çik një dallim, pse këtu pagat nuk janë ato të
larta, çmimet I kemi të larta. Pra këtë thuaj. Mo e Glen. Po ja ta themi. Po kështu ka qenë gjithmonë. Po si kështu ka qenë gjithmonë, po tani është për më keq. Është rregulluar, është përmirësuar. Është gjysma, domethënë zë 20-30% të pagës. Nga ana tjetër mos harrojmë elementin e spekullimit. Tregu I ndërtimeve dhe I qirave ka të bëjë dhe me spekulimin, pra me dhënje të atyre çmimeve, se janë shumëllojshmëri të qiradhënësve apo të investitorëve të ndryshëm, të cilët I japin në kushtet Airbnb I japin më lartë për arsye se kanë sezonalitet. Këtu përfshi dhe Tirana, dhe Tirana nuk ka të njëjtin. Kjo bën atë që ajo është qira shkurtër, ka të çfarë. Bëje pyetje ta merr përgjigje. Normimet janë rritur. Në çift të ri zonja merr pagën minimale. Sa? 500.000 lekë. Atëherë nuk është po burri sa mashkulli maksimumi 600-700. Atëherë me rrogën që marrin qira. Të shkojnë në 200.000 lekë. Në Babru, në Paskuqan. Një moment. Unaz të re. Do ta marrin qenë në Tiranës. Nuk mundet. Po thojnë durrës. Ne nuk jetojmë, mundet që skeme të. Ne nuk jetojmë në një qytet që ai njeri që ka ato pagat I lejoj vetes me këto linja autobusit të shkojnë në punë. Në ato distanca që posua. Funksionon shumë bukur. Funksionon autobusi. Dgjoj, unë nuk mbajnë mend, unë kam jetuar për 7 vite e gjysmë. Kam jetuar për 7 vite e gjysmë jashtë Shqipërisë dhe nuk kam punuar, nuk kam pas punuar asnjëherë më afër se gjysmore makinë. Asnjëherë. Ose me autobus, ose me tramvaj. Po monopatinat more djalë. Me çfarë do shkoj ai? Apo funksionon linja autobusit? Atëherë ta marrin në Tiranë Kamës dhe të shkojnë nuk kemi të diskutojmë në këtë formë tani. Çfarë do bëj njëri që ka pak të ulët? Normalisht secili e sistemon veten sipas nivelit të ardhurave që ka. Dhe natyrisht që këtu nuk kemi pse u japim mendjen se si të zgjedhin ata shtëpit për qira. Ne po flasim për tregun e qirave. Tregu I qirave. Vetëm për miliarderët. Ja, tregu I qirave, ashtu si tregu I banesave. Është një treg si është sot 2025-2026 është Napolla. Është një treg asimetrik pra. Në 2020. Ja, dëgjoj. Asimetrik thot ai. Napolla thot Ornela. Përkthimi fjalë për fjalë. Mbajni më të fjali, mbasi qofsha e gabuar, po takojmë vitin tjetër në 2027, deri në 12% qirat do rriten në qytetin e Tiranës. 8 deri në 12%. 8 deri në 12%. Edhe këtë vit. Elementi që përdore pak më parë është shumë I vërtetë. Atëherë, migrimi, fokusimi gjithë popullsisë dhe kryesisht gjithë ekonomisë në Tiranë bën që kërkesa do vazhdojë të jetë shumë e lartë për qiramarrje. Por ajo që mungon është e para mungon struktura, e dyta mungon e para në aspektin urbanistik, që do të thotë jepë letëria, po duhet të zhvillohet në këtë lloj platforme, do të thotë ajo familja që është me 2 paga minimale, duhet jetoj po me dinjitet dhe duhet jetoj po afër shkollave të pranueshme për fëmijët e tij. Po do ta ketë në zona të cilat zhvillohen në mënyrë strukturuar. Po Paskuqan. Nuk e pse. Jo, nuk kemi pse I përcaktojmë me mënyrën se ku e zgjedh banesa. Por ajo ka të bëjë me të ardhurat që kanë në bulevard I ri. Po Paskuqani thua ti atje? Edhe 1 kilometër më tutje është Paskuqani. Është Paskuqani afërsht. Po kjo tregon është 1 kilometër më tutje, po do gjysmore më shumë rrugë. Ti tregoj njerëzve ku banojnë nuk është se është trafiki pa parë apo s'është kështu? Jo, është Tirana dëgjoj unë do jam trafiki pa parë. Pastaj le të flasin kolektivistat të duan, le të marrin kohën televizive. Tirana është bërë një nga qendrat më kryesore për mendim nga më të bukurat në Evropë për mua. Dhe ka një zhvillim. Aq e bukur është sa që s'ka plan fare. Do bëhet, është një shprehje që dikush e kam dëgjuar nga një kryetar bashkie, do bëhet New York I vogël dhe po bëhet New York I vogël. Dhe me zhvillimin e kullave të tjera. Të dini një gjë, kërkesa e emigracioni I brendshëm, si dhe diaspora, është shumë I lartë. Kështu Tirana është e vogël dhe kërkesa është më madhe. Armelida, unë kam shumë qejf kur ne kur mburemi me veten tonë. Se dhe në Veroqa kështu thoshte, jemi të parët në këtë, të parët në atë. Po mirë në një gjë kishte. Atëherë, si një person I lindur dhe I rritur në Tiranë. Që kemi ne më mirë se Franca. Jo, Tirana nuk është se Tirana e bukur. Po ja sa të po thotë gjë ndërhyrje dhe I do ndërhyrje të strukturuar. Dhe e do këtë në planifikim, e do nga në administrative, do nga në strukturore, e do në tërë aspekte. Po ndëtimet për flasë për palujshme. Por New York I vogël është shumë larg Tirana, sepse pra I shko sa një person nuk ka linja transporti publike. Po pse më New Yorku është më rrumpall se sa qytetet e tjera. Ai ke parë New York nga sipërsi I ke lagjet,
shikoj që Tiranën nga sipër. Me New Unë kam York. parë nga brenda. Nga sipër e ke parë si i ke lagje. Si mund të krahasohesh ti Tirana, unë jam Ermelindën këtu, Tirana me thënë drejten, po zhvillohet shumë bukur. A ka probleme? Ka. Për shembull ju jeni problem që aty ku jeni, ku ke punën tënde, se zhvilloni atë pjesën e lini duket keq aty. Jepini edhe për zhvillim dhe ju. Të lutem mos e zhvilloni. Ajo është Tirana do bëhet dhe është shumë qytet i kërkuar, sidomos për Ballkanin dhe për gjithë vendet e globit. Turizmi, nga statistikat e unë nuk ma e vesh nga gjithësi. Do të tregoj një gjë shumë të bukur, aman ma lërë këtë se është e bukur, është fantastike. Thoshte kështu, u bubu se të shën kej kota me bukur se Evropa, mbushur mitraloze topa. Ka shumë një këngë atere e luftës vlorës. E kupton? Kush e njeh kotën? Po kush e pra kota, kush e njeh kotën? Ja që i qopim për Atiranën. A presi ullje të tatimit të qerave të lutem zotërin? Jo, Ulja nuk ka. New Yorku. Jo. Kullen qerave. Faleminderit. Po, Roga, do rritë në jerë qik më shumë që të përballoj qerave? Për këtë njerë tjetër. Njerë tjetër për Jo më janë rritur pa tjetër, janë rritur në porritë. Rogat ka rritje, Pra ti me atë rok, mund të Se cili ka profilin e vetë lutëm, Rogat fletë Zoti Eduard. Këse unë flasë për talleni me njerëzit që të lutem. Po nuk kam pse marrin të Po si mund të thuash gjithë. ponti me gjithë përgjegjësinë tënde Nuk kam pse profesionale? marrin të gjithë shtëpinë në qendër të Tiranës. Se kush je ti që e dikton atë? Kush je ti? Që i thua Jo, më nuk jam unë. Se ka i të ardhurat. Ka të drejtë të zgjedhje sepse nuk ka makinë, Ka të drejtë të zgjedhje. S'ka lek për të makinë, more. Le të shkoj pra atje ku është Onela, për mua bide se patjetër. Është komunizëm, është ekonomi tregu. Ku e ke linjën më të lutem? Si jemi social, po Ka pra Ku e ke ndërveprimin në qytet? Ku e ke ndërveprimin? Po rinë këtora të bie të fikat në autobus më Glen. Shkosh deri pas Kuqan ose shkosh deri në Kamës? Sa vite ke që syfon autobus ti? Kam ca. Mirë. Tirana ka urbanizim për ka të egër. Po. Dhe kjo do të thotë që duhet vënë në fre. Dhe fre do të thotë që mungojnë një pjesë e madhe e investime publike që do të bënin jetesën e qytetarëve të tillë. Dhe çfarë do të them me këtë? Ka një koeficient që e din gjithë ata që merren që nga arkitektura dhe ndërtuesit, intensiteti i ndërtimit, i cili nuk e lejon të zhvillohet një qytet më shumë se sa në 1 kilometër katror të ndërtohen 300 metra katror. Çfarë ka ndodhur në Tiranë? Nga 95-a dhe deri në 2025, se statistikë e rëndësishme kjo, 5 kulla të tjera në Tiranë, intensiteti i ndërtimit mesatar në Tiranë është 3 herë mbi normat e lejuara nga ligji, i firmosur, i miratuar në 30 Po pse më ligjet tona do na pengojnë ne? Çfarë do të thotë kjo? Ligjet tona do na pengojnë ne. Dalte ajo pjesa e mënyrës, po flasim për mënyrën e jetesës. Nuk është investuar qoftë në rrugë, qoftë në energji, qoftë në ujësjellësa dhe kanalizime, me të njëjtën përmas sa është rritur intensiteti, do të ishte investuar 3 herë. Pra, do të thotë kjo, do të thotë që Tirana po ndërton kuti betoni, por nuk kemi brenda kutive të betonit dhe ato çfarë e bëjnë qoftë jetesën e babruse, nuk është thënë, unë nuk jam këtu për të thënë që, po ja, po për më theta mbaroj, tani një sekondë, se duhet, ndaj po e rrisë dhe zërin që të dalë mbi ty. Se janë kështu. Aman se si atë do të asaj. E projektin e këtyre 5 kullave tjera. A je dakord me këto 5 kullat e reja? Po të më kaluar 3 herë, po të më qatë Po normal se do kesh apartamente ti, do shesësh ti. Po në rast se ato 5 kulla do bëhet shumë e bukur. Atëherë po nëse ato 5 kulla duhet të kenë edhe hapësira sociale dhe hapësira që t'i shërben qytetarëve. Ka vend aty ke Zyber Allulli, ka vend? Po do shumë. Do prishen. Dëgjoj, unë kam thënë një shprehje fantastike. Kull mbi kull. Zona më elitare e Tiranës, ku mos të bëhet aty Onela? Kull mbi kull. Ta shtëpia me qepiç, më fal, është instituti i punës aty. Inspektorati i punës, mbrapa Zyber Allullit, edhe rrin një shtëpi që janë Gjiraxhi, është një e vjetër që unë si gos Tirana e kam parë atë, ka s'ke nostalgji ti ta shohësh atë, s'ke nostalgji. Ka nostalgji, po kam nostalgji për atë rrugët që unë jam rrit ke Riza Cerova, ke pjesa e mërësisë jashtme, ti shoh me pedonale, ato po kam nostalgji. Po jo të shoh ca gjëra që kërcet miu aty, ku kaloj unë. Tash është qendra e Tiranës. Këtu tash i ke një kull, këtu ke një projekt fantastik, Vertical Forest, një të kësa 2000 arena, unë dalë tani për të shkuar për kjo supermarketi, për të blet diçka, dhe kaloj kjo, tash i pëse pos të për, apo së shkëshu? Sigo si do t'ishte... Dëgjoj, një pyetje, o Edi, kjo zgjidhja fantastike që gjeti kryeministri, më pëlqeu shumë, për studentët. Për studentëve tha do t'ju bëj një kampus të Andurës. Edhe treni do bëhet, tha? Edhe shumë mirë.
Ide inshallah zbatohet, inshallah realizohet. Ilaritet në sallë, thoshin dikur. Që se bëhet kjo dhe ishe shumë... Shkolla në Tiranë, edhe më kujton atë këngë vlonjate, ca në Vlorë, ca në Tiranë, shkolla në Tiranë, shtëpia në Durrës. Ta elaborojmë pak temën e qirave me idenë që ndërtimet... Studentët nuk paguajnë do të qira në Tiranë, në asë një lloj qiraje me këtë shifër. Ndërtimet Vina redhe trin konvikt si kemi ndejtur ne. Po ke qenë ndonjëherë në konvikti të këto? Unë kam qenë konvikt në vitin 90. Po, si ishte konvikti atëre? Për i bret 4 veta në një dhomë, atje... Po ngroheshi me kanace, këshu me kanace... Edhe lashi me kusi. Ishte si hostel. Po pa tjetër. Lashi me kusi. Ishe eco-friendly. Ska problem. Nuk kam asnjë nostalgji për atë kohë dhe nuk dua. Që të bëhet një student tamam, duhet jetoj tamam. Problemi ka qenë që në planin urbanistik të paktën unë si një ish punonjës hipoteke ka pas qenë problemi atëherë se këtu bëj një vilë tërkaçe, këtu ja fuste një 10 kaç. Tani ky është rregulli urbanistik i Tiranës. Që qendra do ketë kulla. Për këtë jo, ka një lloj standardizimi urbanistik të Po s'ka plan caktuar. Po s'ka plan urbanistik mirë. Po çfarë standardi nuk po të donin ata bënin një qytet studenti tamam. O e di, si e mendon atë se flitet për zhvillim të mirëfillt, po kjo është do tani njerëz. Që po flasim në treg. Sa më i lartë të jetë. Na mytën qirat. Sa jo, po qirat nuk flas, kur flas vetëm për të. Jo, unë do të thosha këtë që ne kemi bërë një analizë se ku mundet. Po sa më i lartë jetë tregu i shitblerjeve, aq më i lartë do jetë. E di. Po tregu i shitblerjeve është me 45%. Po. Po të rritet edhe qirat me 45% dhe dikim do rritet edhe qiraja pra. Mirë, në rregull. Inshallah ikin që të gjithë dhe ngelen vetëm ata që japin shtëpitë në qira. Po. Problemi në këtë mes në Tiranë, po dhe në gjithë zonat... Se the që do shpjegoj, do bëj një shpjegim për atë. Në përrete nuk janë rritë qerat. Janë rritë? Ka një rritje, por në është rritje pandjesme në raport me Tiranën. Do të thosha këtë që pjesa më e madhe e këtyre që vinë qoftë në Tiranë, qoftë dhe në përrete, ku ka bëjdet? Ka nevojë për një treg që të ketë ndërtime funksionale, dhe kur them funksionale në funksion të ekonomisë, jo më thjesht dhe vetëm ndërtime rezidenciale të cilat në vetvete po përdoren për akomodim, por këta që akomodojnë ka nevojë të punojnë, ka nevojë të krijojnë ambiente shërbimi, ka nevojë të zhvillohet qyteti dhe të urbanizohet në një formë të tillë që të harmonizohet. Ajo pjesë e ndërtimeve rezidenciale e cila tashmë mendojmë edhe pak ndërtime nevojiten, pasi sado kërkesa ne kemi bërë për llogaritje shumë të sakta, qoftë me blerje që mund të vinë nga jashtë, nga turistë, qoftë me blerjet e atyre që vinë si migrimi i brendshëm nga qytetet këtu, natyrisht që nevojitet edhe një sasi të themi dhe kjo dorë e fundit e lejeve, që u dhanë tani s'fundi. Ndërkohë, të mos harrojmë që ka një stok ndërtesash që ngelen bosh, apo nuk qarkullojnë, të cilat mund të përdoren dhe mund të përdoren politika të tjera zhvillimore, qoftë duke elaboruar. Po tani që do bëhet ky regjistri, të themi që sipërfaqe ka shumë më tepër se sa çka kërkesa një. Kjo është e qartë. Po regjistri do sjellin në një ajo çfarë do ekonomia se ka një gjë që të gjitha këto që po përdoren për qira, në një moment të dytë kur ekonomia nuk do jetë kjo që është, se turizmi nuk është një industri e garantuar dhe e mirëqenë. Është shumë e ndërvarur. Tani, më thoni edhe një gjë tjetër. Dhe ndërtimi në vetvete nuk arrin dot të prodhoj. Jo, po mirë, pra do të dalë të kjo të pjesë ekonomisë. Ose e bën kështu si referat për studentët. Jo, nuk është për studentët, për ty jo. Në momentin kur ka ekonomi, nuk paguan dot asnjëra, jo, ku do punojnë këta njerëz. Shiko, këta vinë me një shpresë. Vinë me një plan të punojnë diku. Në momentin që nuk u garantojnë disa elemente shtesë dhe këtu nuk flitet thjesht për qirat, flitet për të ndërtuar një model tjetër për ekonominë. Më rri këtu pak tani. Këto projektet që u miratuan, a nuk kishte projekte më të mira që mund të ishin miratuar ndërkohë dhe këto supan fare, ose u lanë për herën tjetër, jalla kur të vjera tjetër, dhe u miratuan këto, çfarë nxitimi ishin këto peskullat? Kur ndërkohë kishte edhe gjëra shumë mira aty. Këto kanë gati, unë për të paktën nga ana si ekspertë që jam, këto kanë gati 16 muaj që janë si projekte të shtira, janë diskutuar, janë prezantuar. Edhura të prezantuara. Ishte nevojë emergjente, Pra, të njëjtën gjë do thoje për ato 5 të tjerët po të miratoshin, pse u miratuan ata dhe jo këta. Dhe para 5 të tjerëve që janë përzgjedhur kanë qenë dhe 12 konkursë që nevoja tek këtij qyteti, domethënë çfarë mund të ketë ky qytet nevojë për shkak. Unë nuk i di se nuk jam bashkë. Sirioni ishte shumë interesante. Në qoftë se ne kemi një regjistër të mirëfillt të pronave, pra, këto prona janë të regjistruara, ndahen në kategori, që nga fakti që janë të ndërtuara që në kohën
para 90-ës deri 2005-ën, 2020 dhe plus 2025, do të thot, e pari kategorizon në cilësi banimi. I kategorizon në... Sigurisht, po. Kjo do të cilë një zhvillim shumë të madh, sepse e para do hedhi në treg diversitet të aseteve që do t'jem për qeradhënie, për shqitje, për ishqitje. Ato janë treg, gjatë. Do formalizojnë rezultojnë mbi 350.000 apartamentet të cilat janë funksionale të përfunduar në cilat nuk banon askush. Të cilat nuk janë në treg. Të cilat në Tiranë, të cilat nuk janë 350.000 apartamente. Të cilat nuk janë as të dhëna me qëra, të cilat e kanë në momentin që pse media qeveritare, pse? Në momentin që fjalën e një agenti që disinformon tregun, se unë kam respekt për të djalë, por nuk duhet të atëherë nuk e di për cilin djalë po thua. Çmimet do të ka 3 vjet. Po thosha që tjetër. Po thosha plotësisht tjetër. Po thosha që ky database i kadastrës, ky regjistër do të sjellë një transparencë. Po jo vetëm që nuk janë vërteta, por nuk mund futet shteti të m'japi pronën time si do ai. Që ta zhvilloj, të ndihmoj ta zhvillosh. Jo, është apartamenti mbaruar. Këtë po flitet. Apartamenti mbaruar që të futet shteti, ka ne tani të kalojmë komunizëm. Jo, tregu e rregullon vetveten. Madje, në thënë drejtën, nuk e di pse hapin të në Qiran se atë rregullon tregu. Por e qa mund mendojmë ne, çfarë të bëjmë ne, që realisht të ngacmojmë njerëzit për dhe institucionet shtetërore që të lëvizin pak ndenjësen e tyre, drejt asaj gjë që ne duhet bëjmë për ta çuar ekonominë në nivel tjetër. Dhe çfarë mund bëhet? Duke sjell brende këtu, brendet huaja, duke sjell investitorët huaj, duke sjell investimet huaj, jo duke bërë gjëra brenda këtij tregu ton. Cilat janë të huaja? Po të gjitha më thuaj një që është e huaj. Një e madhe që është e huaj. Unë në mes Tiranës. Brendi nuk e pranon dot koncepti brendit të lloj tregut, të çorientuar, informal dhe i dashur Edi. Tregu është se nuk ka formalitet brenda goxhave. I dashur Edi, unë e kam marrë një brend ndërkombëtar më të madh në botë një projekt që ne po zhvillojmë. Okej? Brend për çfarë? Brend hotelerie. Çfarë portofolit menaxhoj? Menaxhoj qira, domethënë 156 apartamente, brend edhe ti marri dhe ti bëj do t'i menaxhoj të brenduar si Ramadarezit. Atëherë, jam mbi 2 vjet. 156 apartamente, 156 në total? Brendi të merret me 156 apartamente me një portofolë aq të madh që ka Tirana sot për apartamente që do të bëjnë. Po flas për timin, po flas për timin. Ka shumë pak në statistika, po flas për ato, po flas për timin. Dhe kjo është një ide që edhe unë po e paraqes, që duhen të tilla brende. Lejohet të lutem kemi World Trade Center Association që është struktura më e madhe e qendrave të bizneseve në botë. Mbi 330. Jo, asnjë nga investitorët tu fatkeqësisht nuk e kupton si koncept, sepse kanë mendsinë e shitjes ose qiras, nuk kanë mendsinë e brendit. Dhe kur po them asnjë nga brendet, kemi kërkuar të gjithë strukturat, investitorët e mëdhenj që janë në qendër Tiranës dhe asnjëri nga ata, këta të mëdhenj fare që ne njohim, nuk ka pranuar idenë e bashkëpunimit me brend ndërkombëtar, sepse ata nuk shesin. S'ke taku më të mëdhenj. Tani, ata që janë në qendër Tiranës. Kjo do të thotë që ky është tregu një herë. Janë të shitura. Duhet pranuar realiteti tregu dhe si do funksionojnë brendet, nuk funksionojnë me të ftuara, funksionojnë nëse gjin terren për të punuar. Dhe terreni në Shqipëri është gjë. Neve deri tani kemi para ato brende hoteliere që janë detyrime. Pra, jo çka u tha pak më përpara, pra 350.000 apo 100.000 apo 50.000 apo 10.000 që janë, okay, që kanë ngelur stok, ai pronari apo investitori që ka ato, ndërtues apo investitor, të taksohet shumëzim për 10. Pra nëse një taksim normal i një apartamenti sot në Tiranë është dikute 100 euro në vit, ky taksohet 1.000 euro në vit për apartament. Dhe ta shikosh nëse do ketë apartamente të ngelura, të papërdorura apo jo. Vetëm kaq, vetëm 1.000 euro në vit. Siç duhet bërë dhe për ata që kanë shtëpiat vjetra të lëna djerë që e shpërfytyrojnë Tiranën, pra në qoftë se dikush e ka djerë shtëpinë e vetë private dhe taksa e shtëpisë do ishte 100 euro, ai taksohet 10.000 euro në vit. 10.000 euro në vit për atë shtëpinë djerë dhe nuk e lema djerë. Nuk flitet me emocione, as për taksa, as për ekonomi. Nuk po flisë. Momentin, shikon, momentin që ligji ka dalë njerë, po diskutojmë këtë për sa i përket taksimit të pronës të ndërtesave, për shtëpinë e parë, të dytë, të tretë. Pavarësisht se nuk ka hyrë funksion, se s'kemi akoma kadastrën fiskale e cila është me vonesë,
7 vite nga sa do t'ishte. Pra, do t'i kërkojmë përgjegjësit aty ku i takon. Në radhë parë politika si ka bërë punë të veta për të formalizuar tregun. Është baza numër 1 jo për brende, po për të funksionuar midis njëri tjetrit. Nuk e bën politika këtë punë. Një pjesë e mirë e agjensive të nderuara imobiliare të cilat janë shtuar vitet e fundit, punojnë në formalitet të plot dhe këtë e dim të gjithë dhe kjo nuk është se e nderon tregu. Mund të punoni ju këtu në formalizim, nuk lëshojnë as fatura, janë pjesë e tregut informal. Pjesa e tretë, të bëm pika mbi tani, mos flasim sigurisht në Beograd, se në Beograd mund të tregu i formalizuar, se në Paris nuk do të vete. Pra, pjesa tjetër është që kjo ekonomi nuk ndërtohet kështu me baza vulnerabiliteti që u dhanë ca leje ndërtimi, u dhanë ca kulla. Ato kulla nuk i jepen për arsye se po ecën ekonomia në atë drejtim, nuk punojnë për zyra. Janë pikërisht ta që i quajmë ndërtues të mëdhenj, që ato i mbajnë t'i kenë si portofol për të ardhmen, pasi është para e ngurtësuar të mos harron që një pjesë e mirë e llogarive për të financuar një ndërtim nuk vjen thjesht nga fitimet, vjen e përzier nga kredi, nga fitime, nga evazion, pra të gjitha këto duhet të sqarohen një herë mirë. Momenti që nuk janë sqaruar këto, jo brend të unë po flas për brende, jo nuk edhe Hilton Garden është franchise, nuk është sistema Philip Plein ka ardhur. Pra, ajo do thosha unë a një brend është Philip Plein. Super respekte, kushdo që ka sjell. Shqipëria ka hyrë në një spirale ekonomike të tillë që vjen një moment që Kina, që është një ekonomi shumë e madhe dhe arrin të përthi dhe ne mund ta përdorim si model vizioni dhe vajt moment që shteroi pjesa e investimit në ndërtim. Kishte vetëm një gjë Armelida dhe me njëherë kalojmë në penallti. Për një fjali të vetme që pavarësisht se kam të disa të gjëra tjera, por që kapi që janë disa agjensi të ndryshme imobiliare që janë informale të më radhë. Janë 242 agjensi real estate në Shqipëri. Dhe për mua, duke dalë jashtë mund të sistime... Në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë? Në gjithë Shqipërinë, por janë... Kryesisht janë Tiranë, Durrës, Vlorë. Nuk jam profesionist fare dhe këto më marrin kohën time si një profesioniste që jam në real estate-in tim dhe kam një eksperiencë 30 vjeçare, pse? Se për vjen një klient që shikon një opcion shumë të mirë dhe vjen të ketë neve. Dhe disinformimi që i ka dhënë për tregun, për rregulloren e brendshme të regjistrimit pasurisë paluajtshme se mund të jetë huaj ai jo rezidencial. Atëre ka të drejtë Edi. Mua më marrin 2-3 orë kohë për shpjegimin ligjor. Atëre Edi ka të drejtë për atë. Do të thënë, këto agjencisë real estate për mua që jam fatmirësisht në studio që ndiqem live tani, nuk duhet të licencohen vetëm me 10 ditë shkollë për të marrë licencën e një agenti imobiliar. Duhet bërë, edhe kjo është një hallë shumë e rëndësishme e ligjit shqiptar, duhet bëjë minimumi 2 vjetë e gjysmë, 3 vjetë shkollë, si që ka dhe bota. Profesionale, që janë agenti, sepse unë nuk jam si administrator Ani nuk ma the do ule në njërë qërat, nuk kam për të ullur në Nuk kam për të ullur. As të regu ishit blerëve Më trëm ftohtësia e... E dikush nuk rritet... Më trëm ftohtësia e Gjendit. Sepse unë për ju a them dhe për ju a përsëri se kam qenë disa herë ke juve dhe në emisionet të tjera. Dhe disa herë tjera, po. Periferit e Tiranës nuk arrin më shumë se 10% deri 3 vjetë dhe vazhdim. Qëndra elitare e Tiranës dhe Bregdeti i Shqipërisë ke 25% dhe rriti dhe në 2030. Periferit e Tiranës i ke maksimumi 10 dhe 50%. Kjo është tema ime e ditës. Penalti. Unë do të temat që ndërsa to qera të rriten, të ardha të rriten shumë nga dalë dhe natyrisht kjo përbën problemin më të madhë dhe mendoj që në këtë mes njerëzit duhet të zgjedhin se si ta përballojnë jo nëpërmjet asaj çfarë themi ne, po sipas atyre çfarë ata mendojnë për të ardhmen. Okej. Englen? Unë jam gjithmonë te pjesa e investitorëve tuaj, fondeve të investime, strukturave të organizuara, brendeve për t'i sjellë në Shqipëri, në Tiranë, kryeqytet apo në Bregdet. Ato do sjellin turizëm elitar, do sjellin udhëtues elitar, do sjellin strukturë, do sjellin sisteme, do sjellin ekonomi. Po, më pëlqen kjo ide. Të vinë të jashmit, po. Unë do doja të rregullonim tregun për ne që jemi këtu, ta që jemi, duhet kemi një të mirë cilësore dhe të balancuar. Dhe preferoj shumë të kem ata profesioniste strukturuar që do bëjnë vërtet atë shkollën 2 vjeçare deri në 3 dhe të ndihmojnë tregun në regulator, të kemi shtetje një regulator dhe më të mirë akoma në punën tonë dhe të shpresojmë për zonat të cilat do të balancojnë dhe qetësojnë. Në të vërtet, çmimi i qerave është gjithmonë në raport me çmimin e shitjes.
për metër katror në çdo zonë, që do të thotë që në çdo zonë kur kemi rritje të çmimit të shitjes, kemi dhe një raport të balancuar që do rritet edhe qiraja. Ky është një treg normal i shëndetshëm ekonomik që është funksionon në tërë botën. Këtu jemi akoma emocional dhe akoma... Po shteti duke rritur të vëshërat, na 20% dhe amna 20% më tepër në gjithë. Po, unë jam... Kur të bet regjistri... Shteti rriti referencat. Po, kur të bet regjistri, do të anë të gjithë, po s'po e kuptoj. Atëherë, unë besoj që taksat... Ka investuar, e ka për llogaritur që do... Jo, po do ani të vëshën 20%. Situata që kemi ne tregon se sa i shtërmër është tregu aktualisht. Kupton shdo me thënë të rritet qiraja dhe 20%? Tani, unë vazhdoj me rritje. Unë vazhdoj me rritje. Ti, mos ju ndaj, fare. Jo, sepse jam... është optimiste në natyra, jo. Unë dhe sa e vetë jam investitori, kështu do thot edhe paranë time që hedh, do thot që kam një garanci për vlerat më të rritjes. Sepse nuk është të duat dalë humbje vetë. Kështu që unë them kush ka para, kush ka një investimi që shikon për vlerë të shtuar, duhet investojnë në pasuri të palujshme. Sepse baza ekonomike e gjithë të rregull global është pasuria e palujshme që të rrit vlerat e tua monetare. Ke para... Po, mbyll rubineti i pastrimit të parave... Ke para... E di si do bjeri kjo flucka... që ty të lëvëdis në ekonominë të të bëndshme familjare. E dipse, ja po ta themo, e dipse nuk e mban a i pashit, a i e mban pashit sepse thot këshu. Do ta shes kur të më shitet me qmimin që dua unë. Jo, ka investuar. Kjo është praktikisht, ka Beqikeli, kjo është ekonomia. Ekonomia e bardh, ekonomia e zez. Dhe aji, jo të investimit. Investimi është 1,3, 1,4 tu. Investimi së është problemi. Këtu është problemi që këtu qarkullojnë pare pa para me thes, edhe këto pare me thes duhet mburcojnë. A i thot, s'ka problem se shitet vitin tjetër, s'ka në ku të vend, këtu të vend. Kjo është vend që a ime. E kupton, në momentin që a i jashtëmi do thot, mbyllet qik rubineti një sekund, po mbyll rubineti, i ku flucka, puf, edhe pasaj... Duke falenderuar të gjithë të ftuarit tanë, falemderit shumë që na u bashkuat në këtë debat që shqetëson shumë qytetarë. E fillove me vëllë të ashtë i më shumë qëtë. E po se e bëm në shërin në rivajt publicitet dhe takojme me njerë në akuz, ju pres këtu.